Arrestohet një 45 vjeçar që sulmonte seksualisht gratë, 4 viktima brenda 10 ditësh. Arrestohet një 45 vjeçar i cili sulmoi seksualisht të paktën 4 gra në zonën e Eksarkias, Athinë të Njëjtën. 45 vjeçari u arrestua nga oficerët e policisë OPKE në mesditë në një zonë qendrore ku ai sulmonte seksualisht një grua që po kalonte aty pranë. Oficerët e policisë që mbërritën në vendin e ngjarjes e ndaluan atë dhe e çuan në departamentin e hetimit dhe ndjekjes penale. Gjatë një kontrolli u gjet dhe u konfiskua një thik 18 cm, 3 raste tjera të sulmit seksual ndaj grave të kryera nga 45 vjeçari në të njëjtën zonë gjatë 10 ditëve të fundit janë nën hetim. 45 vjeçari u dërgua në prokurorinë kompetente, shkruan CNN.